Shkojmë edhe njerë me pamje të drejtë për drejta nga ambientet përpara parlamentit, është Agron Sheaj në një komunikim me gazetarët. Prishur dhe tani po kërkojnë të fitojnë kohë. Presin që të vijë Edi Rama nga pushimet, se siç e dini Edi Rama ka ikur me pushime, ka po bredh nëpër Europë, ndërkohë që qytetarët shqiptar protestojnë, ndërkohë që ata duan që ai të japi dorëheqje, po presin që të vijë ai që të bëjnë votat për të aprovuar ligjin për amnistinë penale. Ka shumë gjasa që ndërkohë para se ta votojnë të fusin dhe ndonjë emendament ku të përfshin aty edhe amnistim për të korruptuarit, për të dënuarit nga GKK-ja, të shpëtojnë në këtë rast edhe Belinda Ballukun dhe të akuzuarit e tjerë për korupcion, sepse këta këtë hall kanë, si t'ja bëjnë me drejtësinë, si t'i shpëtojnë drejtësisë. E vërteta është që qytetarët shqiptar e kanë vendosur që Edi Rama do t'japi dorëheqjen. Nuk ka më diskutim do japi apo s'do japi dorëheqje. Diskutimi është dhe sa ditë do durojë Edi Rama aty, dhe sa ditë do vazhdojë të mbrohet nga deputetët që janë aty brenda. Dhe një mesazh për protestuesit, kam dëgjuar shpesh sepse diskutimi tani midis protestuesve është çfarë do ndodh? Çfarë do ndodh pas largimit të Edi Ramës? Për të gjithë ata që presin dhe shikojnë shpëtimin tek një qeveri e mundshme teknike apo tranzitore, nuk ka asnjë shansi kjo të ndodh, sepse ata që janë aty në atë parlament nuk kanë për të votuar kur një kryeministër të ndershëm. Mund të zgjedhin këtë duan, mund të zgjedhin më të mirin që ka Shqipëria, mund ta zgjedhin edhe nga jashtë. Ata aty janë për të shërbyer të korruptuarve, të shërbejnë Edi Ramës, Tauland Ballës, kësaj qeverie të korruptuar, oligarkëve, krimit organizuar dhe jo qytetarëve shqiptar. E vetmja zgjidhje janë zgjedhjet e parakohshme. Duhet që sa më shpejt ky parlament të shkrihet dhe të zgjidhen njerëz që përfaqësojnë qytetarët, që përfaqësojnë protestuesit. Aty ka protestues, ka qytetarë të thjeshtë që nuk kanë lidhje me këtë llumë që është në parlament. Si do shkojnë në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër, se protestuesit kanë kërkuar tjetër zgjidhje. Një qeveri teknike tranzitore. Ju besoni që mund të zgjedhje me Edi Ramën? Unë besoj që ka vetëm një zgjidhje dhe këto janë zgjedhjet. Unë besoj që nuk e vendosim ne, sepse është në dorë të këtij parlamenti se si do vetë në zgjedhje. Dhe këtë parlament e kontrollon Edi Rama. Kështu që të gjithë ata që mendojnë se mund të vetë në zgjedhje të parakohshme pa pëlqimin e Edi Ramës, nuk ka asnjë shans që kjo të ndodhi. Apo të Partisë Socialiste, apo të maggjorancës, apo të Tauland Ballës. Nuk është se iku Edi Rama dhe do iki dhe Tauland Balla. Tauland Ballën aty do ta keni. Të gjithë tufën e deputetëve të korruptë që mbështesin të qeveritë të korruptuar, aty i keni. Ata do vendosin se si do vetë në zgjedhje. Kështu që kjo nuk është një dëshirë, nuk është se mund të zgjedhësh ti, do ve me Edi Ramën apo do vemi pa Edi Ramën. Në zgjedhje fatkeqësisht do vetë me këtë parlament. Nuk ke çfarë të bësh. Edhe 91-shin në Hungari ka ndodhur gjë. Gjitha shpresat që mund të ketë dikush duke menduar se do kërkojmë zgjedhje pa Edi Ramën, pa Partinë Socialiste, kjo nuk mund të ndodhë. Nuk i intereson shumë protesta nëse e vendos ai për dalë në zgjedhje parakohshme. Ideja është që ju me që dhe ky parlament sipas jush që nuk po mbron në këto momente interesin e qytetarëve, por dhe gjatë gjithë kohës, qytetarët kërkojnë qeveri teknike. Ndërkohë ju thoni që është në dorën e Edi Ramës dhe Edi Rama do ta vlerë protestat. Unë jam në protestë çdo ditë. Po, disa kërkojnë qeveri teknike, disa tranzitore, disa duan zgjedhje të parakohshme. Nuk është se mund të themi që ka një zë që i përfaqëson të gjithë dhe kërkon qeveri teknike. Unë me ata që flas mua më pyesin, më thon cila është zgjidhja më shumë se dhe këto janë disa nga mundësitë. Tani ata janë protestues që nuk merren me politikë, nuk janë politikan, janë qytetarë të thjeshtë, nuk janë antar të një partie politike, nuk janë aty për një vend pune, sepse dikush i ka premtuar një vend pune dhe ne protestojnë. Kjo është një protestë që nuk ka ndodhur kurrë më përpara. Kaq shumë ditë, kaq shumë veta të vendosur për ditë aty që kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës. Nuk kanë eksperiencë politike dhe mund të kërkojnë, është më se legjitime të kërkojnë qeveri teknike, një qeveri provizore, por pastaj përballesh me realitetin, që ajo qeveri duhet votohet aty në atë parlament. Dhe këta janë të komanduar nga Edi Rama. E pa që ndodhi me atë deputeten e Shkodrës. Sa po doli kundër, filluan i vërsulën të gjithë. E sulmuan, e akuzuan, i vunë edhe krimin organizuar ta kërcënonte. Imagjinoni, ajo në mëngjes tha, shikoni se po më kërcënojnë